studiohet që nuk I dha përgjigjet. Pra, edhe ju po I bëni pyetjet, edhe unë po jap përgjigjet. Nëse njerëzit duan ta përqafojnë Shtetkombin, manifestin e Bletës shqiptare, cilin ne kemi publikuar që në 2016, I cili gjendet në internet. Ne së bashku kemi folur edhe përpara se sa të niste protesta për këtë, kështu që Pikërisht pra. Ka jo vetëm me ju, po dhe me grupin e podcasterave të tjerë, të cilët janë të interesuar të dëgjojnë të vërtetën, është thënë e vërteta prej shumë vitesh. Mirë, po tani njerëzit kanë vëmendjen dhe në këtë pikë duhet thënë. Dhe në këtë pikë po e jap në mundësinë më të madhe të mundshme që ta dëgjojnë njerëzit. Po përpiqem që ta them vërtetën sipas meje, siç e mendoj unë brenda asaj që kuptoj unë, por mendoj se e kuptoj shumë më mirë se sa të gjithë ata që mendojnë që organizojnë kuvende e gjëra të tilla me të cilat Edi Rama fshin xhelin nga flokët për të mos thënë diçka tjetër. Do kalojmë dhe aty, po më lejoni që bëj dhe një pyetje për atë që ju theksoni që po shtrohet rruga për atë që do vinë pas Ramës. Sigurisht sepse nuk ka zgjidhje legjitime për Ramën. Rama e din që nuk ka me legjitimitet. Nuk ka me legjitimitet as brenda për brenda. Ai përpiqet me të gjitha llojet e mënyrave të ikë nga Shqipëria pa traumë. Problemi që ka Rama është që është peng. Edi Rama është peng sot. Ai ju fikse para natyrës, se tik në mënyrë të butë apo jo? Llojet e ikjes pastaj janë të negociueshme për të gjithë, dhe unë nuk jam brenda diskutimeve, nuk kam asnjë lloj lidhje me diskutimet që ai po bën me njerëz të ndryshëm, por jeni të bindur që ai është duke bërë diskutime për të gjetur një mënyrë që të mos t'i hyj ferr në këmbë, për të ikur diku në një mënyrë, në një farë lloj mënyre ku të gëzoj paratë e vet të vjedhura, të cilat I ka transferuar jashtë Shqipërisë me anë të shumë kanaleve të ndryshme. Ju lutem, ju besoni ajo që thotë zoti Berisha për transportin e parave me avion, shumave të mëdha? Sali Berisha thot vetëm çerek të vërteta dhe I thot vetëm për interesin e vet. Sali Berisha ka transferuar dhe paratë e veta, po këtë nuk e thot. Sali Berisha është pjesë e sindikatës, është pjesë e Paris Kriminale të Tiranës dhe ka kryer bashkë me Edi Ramën krime të përbindshme kundër shqiptarëve. Pra këtë nuk e thot Sali Berisha. Sali Berisha e thot tani që I volit vetëm një çerek të vërtete, ndërkohë që e mbush me 200 milion rrena që I thot në ditë. Sali Berisha nuk është zgjidhja. Është po I zgjidhja sa është Edi Rama. Nëse shqiptarët duan zëvendësojnë Edi Ramën me një fytyrë tjetër të Edi Ramës, atëherë le të zgjedhin Sali Berishën ose çdo që ai cakton, se ka marrë caterie të reja tani, të cilët janë të bukur dhe të botoksuar dhe mendon se me ata do të vazhdojë. Sali Berisha është hienë e vdekur politike. Merret me kockat e mbetura të atyre shqiptarëve budallënj që ende I besojnë atij. Pra, Sali Berisha nuk është zgjidhja dhe denoncimet e tij nuk duan as të marrë në vëmendje. Siç e pat, unë nuk desha të flas shumë për Sali Berishën sepse është një udhë të vdekur, politike flas. Ndërsa, për sa I përket problemi sot është Edi Rama dhe njerëzit rreth tij, sa ai e ka pushtetin. Edi Rama është në pushtet edhe prej Sali Berishës. Sali Berisha ka detyrën që të zaptoj vendin e opozitës. Ky është problemi I tyre. Dhe ata punojnë bashkë. Ilir Metën e kanë futur në burg, Ilir Meta është duke punuar tani që dal nga burgu të marrin llokmën e vet. Erion Velin e ka futur në burg Edi Rama dhe po përpiqen Erion Velia po përpiqet me njerëzit e vet që të rifitojë llokmën, asnjëri prej tyre nuk punon për shqiptarët. Duhet të jetë I qartë kristal. Për të kthyer edhe një herë edhe për ta mbyllur argumentin me atë që të niset për periudhën post Rama, ju më treguat vetëm një nga hapat e parë që ai çfarë po bën, po tjetër çfarë po ndodh në gjykimin tuaj. Pra çfarë shikoni ju në perspektivë që po përgatitet? Shiko, Edi Rama kërkon të rrinë pushtet. Paria e Tiranës kërkon që të mbajë kontrollin, për aq sa është e mundur të mbajë kontrollin, dhe këtë kontroll ja rrezikojnë edhe së brendshmi mungesa e legjitimitetit, por edhe forcat jashtme. Në fund të fundit, Edi Rama pranon që të largohet nga pushteti vetëm nëse ka garanci për veten e tij. Unë nuk mendoj që mund t'ia japi kush brenda për brenda garancit, sepse garancit në Shqipëri kanë vlerë nën zero. Por ai përpiqet që të gjejë një mënyrë që të mos jetë më strumbullari I të gjithë problemeve dhe të mos jetë ai pjesa ku goditet Paria e Tiranës. Paria e Tiranës ka disa lloje zgjidhjesh, ka një zgjidhje me ripërzierje, siç e përmenda, ka një zgjidhje të tretë nga njerëz që janë shesh, janë hienat e sheshit, siç I kam quajtur përpara edhe këtu me ty.
të cilët thithin nga energjia, mbledhin firma dhe bëjnë gjëra të tilla që nesër pas nesër të fitojnë me demek një lloj legitimiteti. Asnjëri prej këtyre nuk ka as qartësinë dhe as dëshirën me punu për shqiptarët, sepse deri më sot nuk kanë punu për shqiptarët. Deri më sot ju kanë fut njerëzve dorën në xhep thellë, do të vazhdojnë t'ju afusin thellë dhe kanë shkel mbi gjakun e shqiptarëve. Këtyre njerëzve s'mund t'ju besohet, këta janë vegla të Paris Tiranës. Pra Paria e Tiranës i ka 2 ose 3 skenare të ndryshme, ajo dora e fshet, gjitha pastaj varen nga situata ndërkombëtare, si do ndërhyjnë huajt, sepse aty brenda ke ndërhyrje pafund të aktorëve të huaj, evropian kryesisht, po ke edhe deri kinez, ke edhe rus, ke gjitha llojet e mishmasheve ndryshme, ke shishin brenda në protest, që ka njerëzit e vet, të cilët bërtasin fort për organizime gjëra të tilla, pra çdo gjë është deri më tani e kontrolluar. Vetëm gjë që nuk kontrollon dot Paria e Tiranës është fryma e protestës. Është ajo që njerëzit mendojnë brenda tyre. Është arsyeja e vërtetë pse njerëzit dalin në shesh. Këtë ata nuk e kontrollojnë dot dhe e kanë shumë frikë. Ndaj dhe unë ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që sot është momenti të rebelohen, një rebelim qytetar, një bojkotim i çfarëdo lloj gjëje, sa e vogël. S'ke mundësi të bësh një diçka më të madhe, bojkotoj gjë të vogël. Hidh një gur në atë kalan që do ndërtohet nesër. Edhe nëse mos u ndërtoft, të paktën ke dhënë nga ndërgjegja jote. Unë paktën kështu e shoh, gjithçka që bëj, sidomos në këtë kohë, është që të bëj atë që unë mundem, që nesër ta kem ndërgjegjen e qetë. Që shqiptarët mos thonë dot që po ti ku ishe kur ishte momenti kyç. Ngrit, ka nga ata që mendojnë që kryeministit po i mbyllen dyert jashtë. Por në fakt vetëm pak ditë më parë, jo vetëm që dyert nuk u mbyllën, po u mbyllën kapitujt e negociatave. Tani Bashkimi Evropian nuk e di realitetin në Shqipëri, apo realiteti është me 2 standarde, edhe ne nuk e kuptojmë atë që kërkojnë ata. Unë të falenderoj shumë për këtë pyetje, se është një pyetje me shumë vend dhe kërkon përgjigje. Është një pyetje me shumë vend. Pra, a e din të huajt çfarë ndodh këtu? Huajt e din fije dhe përpe. Bashkimi Evropian e di fije dhe përpe. Po para se të dalë aty, duhet t'ja përgjigjen pyetjes tuaj të parë, që apo i mbyllen dyert Edi Ramës në përbot. Përgjigja është diçka më shumë se sa aq. Dyert Edi Ramës janë mbyllur me kohë. Pavarësisht se si njëri që është në pushtet, ai përfaqëson shtetin shqiptar dhe bota duhet të merret me dikë që përfaqëson shtetin shqiptar. Cili do qoftë ai. Edhe pse e din kush është, edhe pse ka 4 çështje të hapura në perëndim, jo 1, jo 2, 4 të hapura për arsye të ndryshme, të cilat rrinë aty dhe e mbajnë peng. Edhe pse ata e din se kush është ai, edhe pse e din që i kanë nxjerrë parat jashtë, me letra, me dokumenta, ku, si, qysh, tek, janë gjëra ditura prej tyre, prej shërbimeve të tyre etj. Ata nuk kanë asnjë lloj interesi që të fusin dorën në një gjiriz siç është Shqipëria sot dhe të ndyjnë dorën e tyre për të rregulluar miqlisin ton. Problemi që kemi ne shqiptarët është që ne mendojmë se Evropa me zi po pret vit na shpëtoi ne. Evropa me zi po pret që të hyjë Shqipëria në Evropë që të shpëtojë Evropa nga problemet që ka, se sa të hyjë Shqipëria do jemi në rregull. Kjo është një mendësi që ta quash